Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar teleshikuesja, kur I takuam sërish në ciklin emisioneve shpjegimi I haditheve profetike, jemi me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj. Mirë se erdhë, hoxhë I nderuar. Mirë se vjen. Hoxhë I nderuar, sot do flasim për hadith shumë të bukur, hadithin e Xhabir radhiyallahu anhu. Mbas thënies së tekstit, inshallah fillojmë me shpjegimin e tij. Po, në shtojcën e Ibn Rajabit kemi edhe një hadith interesant që është hadithi I Xhabirit radhiyallahu anhu, I cili ka thënë I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu dhe I dërguari I tij ju kanë ndaluar që të shisni alkoolin, që të shisni derrin, që të shisni idhujt dhe që të shisni ngordhësirat. Dikush prej sahabeve I tha për shokëve të tij prezant. O dërguari I Allahut, po nëse ne marrim dhjamin, le të themi e kafshëve të ngordhura dhe e përdorim për të zbutur lëkurat ose e përdorim për anijet, për të lyer anijet nga jashtë ose varkat, le të themi. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, nëse Zoti e ndalon diçka, ndalon edhe fitimin prej asaj gjëje. Pastaj tha, mallkimi I Zotit është derdhur mbi ata të cilët kur Zoti u ndalon të diçka e shisnin në treg dhe fitonin parat prej asaj gjëje. Dhe kjo është një nga hadithet e sakta që transmetohet në dy sahihet. Dhe normalisht, domethënë është një hadith I cili I orienton besimtarët se si duhet sillen me haramin, pra gjërat e ndaluara. A janë të ndaluara vetëm për të konsumuar? A mund të përdoren për ndonjë fitim ose jo? Hoxhë nderuar, këtë teksti hadithi thot atë që ndalon Allahu dhe I dërguari I tij. Domethënë pse në këtë rast ka bashkuar ndalesën midis Allahut dhe dërguarit të tij? Po kemi disa raste ose në Kur'an ose në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku thuhet Allahu dhe I dërguari I tij, pra sepse duke na dhënë një sinjal se I dërguari nuk flet nga vetja e tij. Pra Allahu dhe I dërguari janë një, pra me kuptimin një, kur flet I dërguari flet në emër të Zotit. Pra kur e thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam diçka, është e njëjta gjë ajo që ka thënë Zoti, sepse Zoti thot në Kur'an, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Çdo gjë që e thot profeti është prej Zotit dhe nuk flet nga vetja e tij. Dhe në këtë rast e thon dietarët kur bashkohet për shembull atiu Allah wa atiu Rasule ose siç thotë Allahu dhe I dërguari I tij kanë ndaluar, është një lloj le të themi nderimi, fisnikërimi, një lloj vlerësimi, lartësimi për profetin alayhisalatu wasallam, pra përmendet me Allahun. Ose ndoshta çdo gjë që ndalon profeti e ka ndaluar dhe Zoti. Po, domethënë profeti nuk flet nga vetja e tij, kjo ishte ideja, po jo, ka dhe shoqërimi ka të domethënë lavdrimin ose fisnikërimin ose lartësimin e figurës profetit alayhisalam që përmendet me Allahun, domethënë është I njëjti burim kur e thot Zoti e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur e thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka thënë edhe Zoti I gjithësisë, sepse nuk I lejohet profetit, pra që ai thot diçka nga vetja e tij. Për këtë arsye ka pas raste që ndonjëherë e ka pyet dikush për diçka dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke pas parasysh dijen e tij mbi fen, ka dhënë një përgjigje. Pastaj vjen Xhibrili I thotë jo, duhet I thush kështu. Pra nuk mundet që profeti alayhi wasallam të japi një opinion nëse nuk është nga I miratuar nga Zoti I gjithësisë. Për këtë arsye përmendëm edhe javën e kaluar kur I tha Abdullah ibn Amr ibn As, apo pejgamberi Zotit, çdo gjë që thua ti ta shkruaj, po tha çdo gjë që them unë shkruaje, se unë kur flas me inspirim nga Zoti I gjithësisë. Hoxhë nderuar, hadithi thot flet për shitjen, pra nuk flet për konsumimin, sepse dihet domosdoshmë që konsumimi I alkoolit, konsumimi I shiderit dhe konsumimi të ngordhurës është I ndaluar në Islam. Por në këtë rast hadithi flet për shitjen. Dhe mbajtja e idhujve gjithashtu. Po dhe mbajtja e idhujve. Tani pse pikërisht flet për shitjen? Mos ka një lidhje midis konsumimit dhe shitjes? Që një gjë domethënë të shitet e të blihet do të thotë që duhet të ketë konsumator. Për këtë arsye, për shembull, kemi një hadith tjetër interesant që flet për alkoolin, thotë Zoti për shkak të alkoolit ka mallku 10 kategori njerëzish. Ata që e mbledhin, ata që e mbartin, ata që e shtypin ose e shtrydhin, ata të cilët domethënë e fusin në për ata le të themi në fuqitë që e lejnë të fermentohet, ata të cilët e transportojnë pra mbasi bëhet alkooli apo vera në për vendet ku shitet, ata të cilët e shesin, ata të cilët e blejnë dhe ata I cili mbledh lekët. 10 kategori njerëzish mallkohen për shkak të alkoolit. Domethënë, nëse ne
nuk do ta shesim, nuk do të ketë konsumator që e blenë. Edhe Islami ka i gjë interesante në ndalesat. Kur e ndalon diçka, ndalon edhe rrethanat që çojnë tek ajo gjë. Për këtë arsye, për shembull, kur ndaloi moralitetin, ndaloi edhe rrethanat që e çojnë njeriu drejt moralitetit. Kur ndaloi, le të themi, vjedhjen, ndalon edhe rrethanat që e çojnë njeriu tek vjedhja e kështu me radhë. Kur ndaloi mos respektimin e prindërve, ndaloi edhe rrethanat që e çojnë njeriu tek mos respektimi i prindërve. Kështu që në këtë rast normalisht për konsumimin s'bëhet fjalë, për konsumimin nuk bëhet fjalë, sepse muslimanët e dinë tashmë, ka diçka në Islam që quhet ma'lum min ad-dini bid-darura, gjë e ditur botërisht. Pra në Islam është diçka e ditur botërisht që po u bëre musliman, s'ka mishderi, s'ka pije alkolike, nuk ka le të themi bixhoz, janë disa gjëra që dihen që nuk ka nevojë dikush ta mësoj këtë gjë. Immoraliteti dihet, po u bëre musliman, duhet me qenë njëri i ndershëm, duhet me qenë korrekt. Po u bëre musliman, s'ka pije alkool etj. Pra që konsumimi është haram dhe i ndaluar, kjo ishte çështje e ditur. Po pejgamberi sa sem flet për një stad tjetër, stadi i tregtisë, i biznesit dhe i fitimit. Sepse dikush mund thotë, ok, unë nuk e pi, po e shes. Ose thot dikush që kanë lokale vëllezërit tanë etj që mund të kenë lokale kështu, thonë dëgjoj se ai po nuk erdhi tek unë, do të shkoj tek tjetri, po nëse unë nuk e mbaj aty, ai do të shkoj tek tjetri, pra gjejnë lloj justifikimesh për ta lejuar atë, po faktikisht ajo mbetet haram dhe mbetet e ndaluar. Kështu që ndalimi i fitimit, ndalimi i shitjes do të thotë ndalim i gjës faktikisht, sepse në momentin që nuk është në treg, nuk do të ketë për të kërkesë ose nuk do të ketë ose do të vështirësohet për konsumatorin etj. Dhe janë përmend këtu, siç e përmendëm pranë hadith, thotë është përmendur alkooli, është përmendur mishi i derrit, është përmendur janë përmendur le të themi ngordhësirat dhe janë përmendur statujat. Në të gjitha këto ne kemi domethënë arsye sot në botë për të fituar shumë. O të nderuar, kjo çështja e alkoolit, pikërisht domethënë pse Allahu e ka ndaluar alkoolin, ka ndonjë arsye ose ile si thënë arabët në gjuhë? Ne duhet kemi parasysh diçka tek ndalesat e Zotit. Si gjithmonë na bën këto pyetje për mishin e drejtë, për alkoolin, për këtë, cila është ne themi e para gjë është sprov kjo punë. E zbulum ne do të urtësinë, apo nuk e zbulum ne duhet i dorëzohemi ligjit të Zotit. Për këtë arsye ne quhemi musliman. Musliman do thotë ti je i dorëzuar përpara Zotit pa kushte. Ai vën kushte, ti nuk i vën kushte Zotit sepse je rob i tij. Kështu që e para gjë duhet me pas parasysh gjithmonë, gjithë ne, kur ndalohet diçka mbaroj historia, ndalohet edhe kaq. A mund të zbulojmë ne urtësi? Po, mund të zbulojmë urtësi. Dhe urtësia më e madhe që ka le të themi ndalimi i alkoolit apo i çdo gjëje që bën punën e alkoolit. Se mund të ketë dhe gjëra të tjera që bëjnë punën e alkoolit, prapë edhe ato janë haram, edhe pse nuk janë përmend në Kur'an apo edhe pse nuk janë përmend në hadithe e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Arsyeja kryesore ose urtësia kryesore është el-iskar, domethënë humbja e vetdijes. Pra, themi ne Allahu më çfarë ka dalluar njeriu, që është mendja, vetdia. Njeriu bën një akt për ta humbur atë. Ky akt në themi në më të shumtën e asaj që ndodh është për shkak të alkoolit. Islami e ndaloi një gjë të tillë. Pse? Sepse mendja dhe ruajtja e mendjes dhe arsyes është qëllimi i njeriu. Një njeri që nuk ka arsye, as nuk është i obliguar për diçka, as nuk mund të jetë i detyruar apo i obliguar për diçka, dhe ai bëhet pengesë për zhvillimin dhe mbarvajtjen e jetës shoqërore. Për këtë arsye, Islami, pra feja e Zotit, e ndaloi alkoolin me ajetin e qartë ku Zoti flet innamal khamru wal maisiru wal islamu rizqun min amali shaytani fajtanibu. Largohuni prej saj, nuk tha mos e pini, ta largohuni prej saj. Sepse edhe humbja e mendjes mund të sjellë pasojë të ndryshme ose mund të sjellë rrjedhoje të ndryshme, siç është për shembull divorci, prishjet, shkatrimet. Vetë shoferave për shembull policia ja ndalon pirjen e alkoolit. Ndërkohë që dikur shkon dasëm, pin atje dhe siç ka ndodhur në vitet 97, ka marrë armë dhe ka ndodhur një fatkeqësi. Ose një vajzë dasman mort. Ose një vajzë për shkak të pirjes së një gote alkooli, ajo ka humbur nderin e saj, sepse është trullosur, por më pas dikush ka abuzuar me të. Po, për këtë arsye, domethënë kthehet e gjitha tek fakti që njeriu në momentin që ka arsyen është i vetëdijshëm dhe ka përgjegjësi. Në momentin që humb vetdijen, ai nuk është më i arsyeshëm dhe nuk çfarë do të kërkosh prej tij.
përveç se shpagimit të dëmeve që mund sjellë apo domethënë shpagimin e asaj që mund të ketë shkatruar kështu me radhë. Po nganjëherë prishja ose shkatrimi mund të jetë në familje, zot na ruaj, domethënë, njeriu duke humb arsyen, duke humb vetdijen, mund të kalojë deri në akte ekstreme brenda familjes, siç kemi dëgjuar ngjarje nga më të çuditshme, disa nga ato i përmendet ti, po ka edhe raste të tjera, domethënë, makabritete që kanë ndodhur për shkak të pijes, domethënë, që personi më vonë kur e ka kuptuar se ç'ka bër, ka kaluar në aktin e vetvrasjes. Domethënë sepse e ka kuptuar që ka bërë diçka që është e kobshme, ë. Kështu që Islami për të prerë rrugën gjithë të keqes, siç tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith, alkooli është nëna e të këqijave. Pra, domethënë, si më thon, esenca e çdo të keqe fillon prej alkoolit, me kuptimin çdo gjë që bëhet shkak që njeriu të humbi vetdijen e tij është Hoxhë nderuar, është alkooli humbje e dinjitetit njerëzor, se shikojmë disa njerëz për shembull që pinë edhe shtrien rrugëve ose pinë bëjmë budalluqe. Pra, a humb alkooli dinjitetin njerëzor? E humb, padyshim që e humb, domethënë, është zhvlerësimi i karakterit, zhvlerësimi i dinjitetit, zhvlerësimi i fisnikërisë së njeriu. Por ne themi edhe këtë tjetrën, edhe nëse nuk është në sasi të tilla, edhe nëse nuk është në masa të tilla, prap bëhet haram. Se dikush thotë unë pi me karar. Unë pi pak për shembull, edhe nuk kaloj në atë fazë. Ne themi Zoti kur e ka ndaluar diçka, ka ndaluar, thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, kur është ndaluar thot pija alkolike, thot edhe një samban, le të themi dora këtu, edhe kaq një pikë domethënë prej saj ta konsumosh është haram. Nuk i pranohet namazit, thot 40 ditë e tjera. Gjë që tregon domethënë nuk duhet me ju afru, as nuk duhet me bë prova me një gjë të tillë. Pra edhe pak sikur pi një është haram. Pra harami mbetet haram, pak shumë është haram. Pra jo vetëm rastet kur situata shkon deri atje. Për këtë arsye ne themi domethënë ata që thonë s'ka gjë, lejohet pijet pak e tjerë, këta njerëz nuk janë musliman edhe nëse kanë kështu paraqitje islamike apo veshje islamike kështu në pamje të jashtme. Ai që e lejon alkoolin është i pa fe sipas Islamit. Pse? Sepse ka ndryshuar ligjin e Zotit. Pra është më i dashur te Zoti një njeri i cili pin alkool dhe thot Zoti më fal, e di që është haram, e di që është gjuna, Zoti më fal, se sa një njeri i cili thot s'ka gjë ta pish. Dhe ne fatkeqësisht dëgjojmë edhe njerëz që ndoshta mund të kenë le të themi në aparencë të jashtme, sepse populli ka dhe doktor, fatkeqësisht ka dhe doktor të cilët thonë një gotë thot i bën mirë, po ajo gota është si puna sikur ta zjesh mëlçin ose shpërnetjen e personit në stomak sikur zihet me acid nga ajo gota e alkoolit. Pastaj kjo gota kërkon dhe një gotë tjetër sepse ajo krijon varësi. Tërheq një atë, ajo që më intereson të theksoj është fakti që ne si le të flasim pra populli, nuk duhet mashtrohet nga njerëz cilët kanë le të themi një paraqitje le të themi fetare, duket sikur janë fetar, dhe në momentin që këta njerëz ton alkooli është i lejuar dhe s'ka gjë dhe e servirin nëpër kultet e tyre, absolutisht atëherë këtu ne kuptojmë se kemi të bëjmë me një kategori njerëzish të cilët nuk kanë lidhje me Islamin dhe me fenë e Zotit, edhe pse pra paraqiten si të tillë, sepse e thash, ndryshimi i ligjit të Zotit të bësh haramin halal, domethënë është një nga pikat që njeriu automatikisht, domethënë ka dalë nga autostrada e Islamit, ka dalë në një rrugë tjetër dhe nuk quhet prej muslimanëve. Është edhe kjo që ju e përmendët, domethënë se momentin që njeriu thotë, domethënë unë pi pak e tjerë, kush është ai që e mban njeriu? Kush është ai që e mban njeriu? Sepse përgjithësi gota tërheq tjetër e kështu me radhë. Hoxh, për mos u zgjatur, domethënë ke alkooli, që të vazhdojmë me pijet e tjera. A lejohet përdorimi i alkoolit në mjekësi, pra në përdorimin e mjekimit të plagëve ose në përzierjen e ilaçeve ndryshme dhe a ka ndonjë rregull sa duhet të jetë sasia e tij? Për sa i përket përzierjes për përdorimin e alkoolit në mjekësi ka dy situata. Situata e parë, përdorimi i jashtëm. Edhe dietarët le të themi tolerojnë të kjo pjesë sepse është çështje dezinfektimi dhe nuk ka gjë. Për përdorim të brendshëm, le të themi me vera e pastër apo rakia e pastër nuk lejohet, sepse Zoti më kur ndalon diçka ndalon edhe kurimin nëpërmjet saj. Ndërsa përdorimi i alkoolit për disa preparate të caktuara mjekësore që nuk mund të shkrihen, që nuk shkrihen vetëm se nëpërmjet alkoolit dhe pastaj përzihen edhe me gjëra të tjera, këtu ka tolerancë. Sidomos kur bëhet fjalë për disa ilaçe të cilat le të themi nuk kanë arritur akoma që të gjejnë le të themi një tretës tjetër që të krijojë një reaksion pa humbur le të themi vlerat apo vetit që ka le të themi gjëja siç është rasti për shembull i propolisit që
sado që të shkrihet me diçka tjetër, vlerat dhe enzimat nuk humbin në rastin e alkoolit le të themi mjekësor. Pra, në momentin që nuk ka zgjedhje tjetër, atëherë ka tolerancë sepse ajo nuk është diçka që përdoret për të pirë, po përdoret me sasi thjesht për ilaç. Po kështu edhe në momentin që tretet diçka me alkool dhe pastaj përzihet me përbërës të tjerë, nuk ka asgjë, nuk lejohet vetëm nëse ka zgjedhje tjetër. Për shembull, janë disa lloje shurupesh, për shembull për fëmijët që kanë në përbërjen e tyre alkool. Mirë, po ka edhe ekuivalent të tyre, atëherë nuk lejohet përdoret, po duhet përdoret ai tjetri. Nëse nuk ka, për shembull, për një situatë caktuar, nuk ka problem, tolerohet. Kemi një çështje tjetër që ka të bëjë me këtë pikë, që është përdorimi në ushqim. Përdorimi në ushqim ka dy situata. Përdorimi në ushqim dhe mbetet alkooli ose vera ashtu siç është lënda, ose disa cilësi të saj, themi këtu bëhet haram. Në momentin që hyn në reaksion dhe gatuhet, për shembull, le të themi ëmbëlsirat. Keku i ëmbëlsirave zakonisht bëhet ose përzihet bëhen me përzihen me një lloj alkooli etilik dhe pastaj gatuhet dhe futet në furrë kështu me radhë. Nuk ka asnjë lloj problemi. Nuk përbën asnjë lloj problemi fetarisht, ose janë disa molto për shembull, të cilat e kanë në përbërës të tyre alkoolin etilik, por nuk ka asnjë lloj problemi sepse ajo nuk është diçka që edhe pse, domethënë, është transformuar. Jo, është transformuar. Dhe në momentin që alkooli hyn në reaksion me diçka tjetër dhe transformohet, në mendimin më të saktë dietarëve është që e humb atë, domethënë, le të themi ndalesën fetare. Hoxhë nderuar, gjen tek disa pije, siç është uthulla, pak alkool. Por në rastin e birrave të cilat konsiderohen ato birrat që nuk janë jo alkolike, pra 00 e shkruajnë ato pa përmendur markët e tyre. A lejohen të konsumohen këto birra? Çfarë gjykimi ka në Islam? Faktikisht në Ervana është bërë shumë pyetje për sa përket uthullës, e cila për shembull uthulla që thot aty që me preardhje vere, për shembull na është bërë shumë kjo si pyetje. Kemi pyetjen që na është bërë për majonezën, që thot aty uthull vere. Kemi pyetjen që na është bërë për shembull le të themi për birrat, cilat janë birra pa alkool, dhe këtu ka pas një debat se një herë kapën një foto timen dhe e bën të madhe ata që dhe e morën përgjigje shoqëri Zotit, se si është në Islam. Në Islam ndalohet pirja e pijes alkolike, ajo që është pije alkolike. Nëse diçka ka preardhje apo ka përzierje nga diçka që ka origjinë verën, nuk bëhet haram, siç është rasti i majonezës, që ka me uthull me origjinë nga vera, apo siç është uthulla e cila ka origjinën nga vera, në mendimin më të saktë, sepse edhe këtu ka debat mes dietarëve. Ndërsa birra, për sa i përket birrës, birra është disa llojesh. Birrë që ka përqindje alkooli, dhe kjo përqindje alkooli shihet, është përqindje që e deh njeriu apo nuk e deh. Ose është birrë 00. Birra 00 nuk ka ndonjë dietar prej botës islame apo ndonjë, le të themi, akademi fiku në botën islame që ta bëjë haram. Nuk ka. Mund të jetë në një çmendur rrugëve, po që të jetë 00, absolutisht nuk ka dietar në botën islame. Gjithë debati është nëse është mbi 00, pra nëse është 0.3 apo 0.5. Mendimi më i saktë në këtë debat, për të mos futur edhe televizionistët tanë, është kjo kthehet tek specialistët e fushës. Nëse specialistët e fushës thonë bëhet haram. Nëse specialistët e fushës thonë nuk bëhet haram. Ajo që unë di dhe unë kam pas, domethënë, duke qenë se ishte ai debati i fotografisë etj, unë kam bërë konsulencë speciale me teknolog ushqimor për këtë temë, edhe të gjithë thonë që 0.3, 0.5 nuk e çon njeriu në dehje. Nuk e çon, mund të jetë psikologjike, po. Dikush thotë jo, po edhe pse ka emrin birr, o zotni, pse ka emrin birr, ne nuk e bëjmë dot haram. Pse? Sepse Zoti e quajti pijen e xhenetit verë. Shumë mirë Zoti mund ta quajë lëng rrushi që mos ngjaj me emrin e verës. Pra nuk është emri ajo që mund ta bëjë haram diçka, por është përbërësi ajo që e bën haram diçka ose jo. Hoxhë nderuar, le dalim pak e ngordhësira. Domethënë, shkaku që është ndaluar ngordhësira është thjesht se ajo ka ngordhur apo sepse ajo mund të përbëjë baktere të cilat sjellin smundje për njerëzit? Absolutisht, domethënë tek therja ka urtësi të mëdha. Rrim tek përgjigjja e parë që themi është urdhër prej Zotit dhe ne dorëzohemi përpara urdhrit të Zotit e para, dhe e dyta është fakti që në therje ka, le të themi, dalje të gjakut masiv nga trupi i kafshës që theret, dhe me daljen e gjakut masiv janë edhe të gjithë, le të themi, ato komponentët ose bakteriet ose mikrobet apo smundjet që mund të ketë kafsha, duke qenë se gjaku është, le të themi,
organi më i madh në trupin e njeriut, që është kudo në trupin e njeriut, edhe në trupin e kafshës edhe kështu me radhë. Për këtë arsye kur theret kafsha, domethënë që gjaku del dhe bashkë me gjakun dalin të gjitha. Për këtë arsye është mirë që në Islam flas gjithmonë që kur theret kafsha mos i pritet le të themi ajo palca e shtyllës kurrizore në mënyrë që le të themi le të shkoj shkundja mirë gjithë gjaku trupit dhe pëlqehet gjithashtu që kafsha të varet edhe të rrit kulloj sa më mirë sepse kjo është më në dobi le të themi lejohet që edhe ta konsumosh më një herë ose t'ja presësh, po nuk është më e mira kjo. Vim tek fakti tjetër që është fakti që gjaku i kafshës, domethënë në momentin që del, domethënë e kemi më të pastër kafshën se sa po mos dilte. Po ka një gjë interesante, ka dy kafsh ose dy gjëra në Islam që lejohet të hahen edhe pa u therrur. Çdo prodhim i detit nuk ka nevojë për therrje, thjesht kur e merr bëj bismillah, edhe karkalecat. Hoxhë nderuar, ka disa gojdhana ose pralla popullore të cilat mendojnë që mishi i derrit tek muslimanë është ndaluar për shkak të nxehtësisë, të cilat nuk janë të vërteta. Cili është gjykimi i Islamit për mish e derrit? A ka ndonjë urtësi kjo gjë? Është e vërtetë që njerëzit flasin dhe flasin tamam gojdhëna, siç e thatë edhe ju, legjenda që jo po ka qenë nxehtë, jo po u ka rënë barku, kanë pas barku kanë ngrënë mish derri, ose kemi dhe i të fort fare që thot deri thot nuk është haram i gjithë, po është një pjesë, thot po nuk dihet ku është ajo pjesa, tani është bërë haram i gjithë. Gjithë këto janë pralla dhe nuk kanë argument. Gjëja më interesante është se derri nuk rritet fare nga dishun arabik, se ekziston si kafsh, nuk rritet për shkak të nxehtësisë, ku të jetoj derri në shkretir. Pra këta njerëz domethënë si puna e alkoolit tha kur pralla them që kanë pas pitha njerëzit, po kur shkoi një herë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam edhe i pa që po pishin, kur u kthyi i gjeti gjithë vrarë, edhe tha haram, po s'ka lidhje fare, kjo është prallë. Edhe puna e mishit derrit. Në mos gaboj dhe ke ehli kitabët, ke krishterët dhe ke hebrejt, alkooli, mishi i derrit dhe ngordha dhe atje është haram me ligjin e Mojsiut. Përderisa origjina vjen nga një Zot, domethënë padyshim që këto gjëra janë të ndaluara. Kështu që për mishin e derrit nuk ka histori të tilla dhe nuk është e vërtetë, thjesht e ka përmend Zoti, edhe pse nuk rritet, kjo është bukuria e Islamit. Edhe pse derri nuk rritet nga dishun arabik, ai e ndaloi, sepse Islami nuk është feja e dishun arabik. Është fe e gjithë botës. Ose ka ardhur për gjithë botën. Kur themi për ndalimin e mishit të derrit, cila është urtësia? Një themi kjo është sprov. Kështu ka thënë Zoti në mbaroi historia. Këtë asnjëherë nuk duhet ta harrojmë. E dyta, le të shohim çfarë shkenca për mishin e derrit. Futur në çdo website të shkencor, studimet akademike se çfarë flasin për mishin e derrit, për dhjamin e derrit, për shiritjen e derrit, për shiritat e derrit, për mikrobet, për kanibalizmin e derrit, le të themi që han të vegjëlit e vet etj, për le të themi që ose vetë esenca që ajo çka derri ushqet është gjë e papastër. Edhe ne kur blejmë një pulë, kërkojmë që kjo pula të jetë ushqim me bar, me gjëra, me jonc, me gjëra ulli, të ketë hang nëse është e mundur. Madje në Islam thuhet nëse pula thot ka ngrënë, le të themi ka ngrënë, siç i themi ne, domethënë ka ngrënë pa pastërti etj, në Islam është ajo periudha e pastërtisë, pra nuk lejohet të konsumohet si pulë, po duhet mbahet ushqet me diçka të pastër derisa le të themi pastor. Për pulën e jo më për derrin, që derri çat gjej përpara e konsumon. Po edhe si mish, hoç, edhe si po të shikosh si cilësi e mishit. Ne kur shkojmë ke kasapi për blej mish, i themi aty na zgjidh një copë tule, ndërkohë që shumica e mishit derrit është dhjam, edhe ai dhjami mund krijojë obezitet ose mund krijojë sëmundje brenda trupit njeriu. Për këtë arsye Zoti nuk e ka ndaluar kot, pra ka me 10 arsye që e bëjnë të ndaluar. Dhe për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha nuk lejohet shitblerja e tij, domethënë as ta shesësh, as ta blej, edhe nëse vetë nuk je konsumator i tij. Allah të shpëbleft hoç, të nderuar të shikues, shkëputemi për pak minuta dhe ritakojmë në pjesën e dytë të emisionit tonë. Të nderuar të shikuesja, ku i takuar në pjesën e dytë të emisionit, jemi me hoxhën e nderuar Imamin Ahmet Kalaj. Hoxhën e nderuar, kemi lanë posaçërisht tek pjesa që Allahu e ka ndaluar shitjen e idhujve. Pse është e ndaluar shitja e idhujve? Sepse akti më i kobshëm tek Zoti është idhujtaria.
Dhe shitja e idhujve do të thotë promovim i idhujtarisë, edhe pse njeriu ndoshta nuk është adhurues i këtyre idhujve. Dhe normalisht çdo gjë që, domethënë, ne po themi alkoolin, ne po themi mishin e derit, ne po themi ngordhësirat që s'lejohen, e jo më, le të themi gjëra që është direkt ka të bëjë me tauhidin, pra ka të bëjë direkt me njohurinë e Zotit apo me njësimin e Zotit, të bie ndesh me arsyeën pse Zoti solli profetën në tokë, arsyeën pse Zoti zbriti librat, arsyeën pse Zoti krijoi botën tjetër. Një nga arsyet kryesore është pikërisht idhujtaria, monoteizmi. Kështu që promovimi i idhujtarisë, promovimi është i ndaluar, e jo më të shesësh objektet tek të cilat ose nëpërmjet të cilave bëhet idhujtaria, sepse mund të ketë situata të caktuara në jetë që një objekt idhulli mund të ketë një vlerë shumë të madhe tek një popull i caktuar, tek një fe, le të themi X e caktuar. Për këtë arsye muslimanët nuk lejohet në asnjë mënyrë, edhe pse fitimi mund të jetë shumë i madh, edhe pse ti thjesht je duke e shitur apo je transportues i saj, nuk lejohet në asnjë mënyrë. Pse? Sepse ti je duke u bërë direkt bashkëpunëtor në mëkatin më të madh që mund të ekzistojë dhe me të cilin mund të kundërshtohet Zoti i gjithësisë. Për këtë arsye i pritet rruga qysh në fillim dhe thuhet stop, kjo gjë nuk lejohet. Ka ndonjë përkufizim kush quhet idhull në këtë rast? Idhuj këtu bëhet fjalë për objektet. Pra për objektet të cilat mund të shiten ose mund të blihen. Sepse njeriu mund të kalojë, idhull mund të jetë edhe pushteti, idhull mund të jetë edhe, le të themi, fama, idhull mund të jetë edhe pasuria për dikë, idhull për dikë mund të jetë edhe kënaqësia ose pasione. Ne po flasim për këtu bëhet fjalë për objekte të cilat mund të shiten ose mund të blehen. Hoxhë nderuar, ne dimë historinë e Ibrahimit alayhis salam, i cili i theu idhujt, për shkak sepse ai besonte ke Zoti dhe nuk donte që populli i tij të adhuroheshin idhujt. Mirë, po disa firma komerciale për fituar lek, ato prodhojnë në thonjza prodhojnë idhuj ose është tamam idhuj sepse ato quhen porta fortuna, mund të janë këto patkojt që i varin njerëzit për zbukurim, gjoja për të mbrojtur nga syri i keq ose ai syri, domethënë syri blu me atë pikën e tij posaçme, domethënë gjoja për mbrojtur nga syri i keq. Ose dora e Fatimës. Ose dora, ose nuska, qofshin këto edhe disa nuska industriale, ka nuska industriale që prodhon fabrika. Mund përmbajnë dhe Kur'an brenda ato. A lejohen këto për muslimanin që të shesi? Absolutisht, ka të njëjtin gjykim që nuk lejohet. Të njëjtin gjykim që nuk lejohet edhe pse është prodhim industrial. Pra nuk duhet kuptoj me fjalën idhull diçka që e prodhon patjetër njeriu me dorë. Mund të jetë edhe diçka që e prodhon vjen nga Kina me kontinjer. Prapë është haram, s'ka lidhje. Hoxhë nderuar, neve thamë që profeti alayhis salam dhe Allahu e ka ndaluar konsumimin e mishit të derrit, të alkoolit, të idhujve, shitjen e idhujve, gjithashtu edhe të ngordhësirës. Mirë, për në fund të hadithit vjen që sahabët e pyesin për përdorimin e dhjamit të ngordhësirës. Dhe profeti alayhis salam i ndaloi përdorimin ato. Por në raste të tjera, a mund të bëhet për shembull një përcaktim, dikush mund ta përdori dhjamin e një kafshe për të ngordhur, për një sapu, për një qëri apo diçka tjetër, si është gjykimi? Atëherë, i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam, siç e thatë edhe ju, u pyet pikërisht për përdorim, jo konsumim, le të themi, të ushqyer apo për konsumim të tjerëve. Foli, domethënë u pyet për diçka që është jashtë fare, që ka të bëjë me anijet, që ka të bëjë me lëkurat e kështu me radhë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja preu prap rrugën. Sepse ai më lart çfarë tha, Allahu dhe i dërguari i tij ka ndaluar shitblerën 1, 2, 3, 4 dhe dhjami i ngordhësirës nga vjen nga ngordhësira. Pra ne po ndalojmë ngordhësirën, po mund të përfitojmë për ngordhësirës. Dhjamin e saj. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja preu rrugën. Pse? Sepse tha është nga i njëjti burim. Dhe në momentin që është nga i njëjti burim, nuk tolerohet sepse ne sikur po stimulojmë prap. Pra në një anë themi është haram, dhe në anën tjetër themi po jo, mund t'ja marrim dhjamin dhe mund ta përdorim. Pra për të ndaluar, le të themi, rrugën që mund të çonte nesër pas nesër në stimulimin e ngordhësirave. Tek përdorimi i ngordhësirave ka përjashtim vetëm për lëkurat e kafshëve që ju hahet mishi. Pra nëse ka ngordhur një kafshë që i hahet mishi, mund ta marrim lëkurën e saj, nëse kalon ajo procesin e regjjes, dhe le të themi procesi i regjjes nuk kupton largimin e gjithë mishit të saj dhe mbetet vetëm lëkura me gzofin, atëherë në këtë rast
kjo lëkurë apo ky gzof mund të përdoret. Vetëm kjo është e lejuar. Përndryshe asgjë tjetër, domethënë nuk është e lejuar dhe dhjamin pejgamberi sa më ndaloi, edhe nëse ky dhjam gjendet në produkte të tjera nuk lejohet. Pra sepse siç ishte rasti anijës, çfarë lidhje ka anija me konsumimin apo me trupin, e ndaloi. Lëkurave, pra me kuptimin e lëkurave të kafshëve për t'i zbutur. Po gelatina, hoxhë nderuar, a ka të njëjtin gjykim si puna e dhjamit? Të njëjtin gjykim, nëse është prej kafshëve të ndaluara apo xhelatinë derri, e nëse është prej kafshëve të lejuara, konsiderohet halal. Ky hadith është interesant sepse ky hadith domethënë na tregon ndalesën e diçkaje dhe arsyetimin njerëzor për diçka. Për këtë arsye në fund hadithit çfarë tha, mallkimi i Zotit qoftë mbi ata të cilët kur Zoti i ndalon të diçka, fitonin prej saj duke e shitur dhe e bler. Domethënë me i bë hile Zotit i thon kësaj. Ke të bësh me një Zot që Zoti ta din zemrën. Edhe ai kur ta ndalon diçka, ndalon dhe fitimin prej saj dhe ti nuk mund ta përdorësh në një formë tjetër që të fitosh prej saj. Pra ideja është që njeriu duhet ta edukojë veten e tij me halallin, me të mirën dhe me të pastërtën. Sepse edhe paraja që ne marrim prej haramit, edhe pse duket e pastër kështu, le të themi kimikisht, ajo është haram. Dhe ti faktikisht në momentin që bën lojra apo bën hile për të justifikuar haramin, faktikisht ke bërë haram. Allahu të shpëlbeft. Amin edhe ty. Të nderuar të shikues, ishim me Hoxhën Ahmet Kalaja, ritakojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Asalamu alaykum wa rahmatullahi.